Flirtohet aty në këto trajnimet e tua? Ka ndodhur që janë martuar? Po, bëhet dhe seks. është si disko. Po ndoj thash, në disko edhe puthen njerëzit. Po puthen mi edhe aty. Jemi shumë open mind. Arsye pse jemi mbledhur dhe kemi ardhur janë këta burrat këtu. Njëri prej tyre je ti. Tani cili nga këta burra këtu është më i çmendur për paran? Well, njoh dy që nuk janë. Ata dy lartë. Kush në Kemi dhe shej, nuk është se janë shumë të çmendur për paran. Po janë të pasur. Patjetër të pasur janë të gjithë, edhe por paraja, siç edhe ti e përmende në këtë formën e çmendurisë, nuk është qëllimi i kësaj mbledhje që ne po bëjmë. Përkundrazi, është diçka më e madhe se kaq. Ju të tre domethënë jeni të çmendur për paran. Ti kryesori, apo jo? Shiko, padyshim që kjo biseda jote do intregoj edhe do na fusesh në përsa kurthe që është një trajnim jo normal, është për njerëz jo normal, domethënë është komplet anormal për njerëz komplet anormal. Si ta kuptojmë këtë? Se më intrigon kjo, se do vi dhe unë. Me qenë se patjetër që do vish. Ma bërë edhe ftesën je shumë e mirëpritur. Personalisht. Po, kur them anormal, them sepse unë vetë nuk e konsideroj veten si njeri normal, pra gjithmonë kam qenë anormal. Do na ndryshoj jeta pasi të vim tek trajnimet e tua, sidomos tek këto 2 ditët. Po, do ta them unë tash. Nëse më sjell një kanatiere dhe unë do ta këndoj, do ta jap me vete, kështu do të ndryshoj jeta. Kur ke pasur ndonjë moment delikat që dikush të ka lënduar ose ka thënë diçka që ka dashur të presë rrugën e karrierës tënde? Padyshim që edhe unë kam pas momente të vështira dhe madje sa më shumë që ti promovohesh ose provon le të themi dritare të tjera të artit ose të zhvillimit të jetës, patjetër që do sulmohesh, edhe momentet më të dhimbshme janë kur sulmi vjen nga miqt, ose më saktë ata që ke menduar se i ke miq, por që në një moment pa pritur, çuditërisht, pa asnjë lloj arsye kthehen në armiq ose dikush që të gjuan, të sulmon.